Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazan. Sot do të flasim për një temë që ka të bëjë në Ramazan. Atëherë, pyetja për ju është: si duhet të shfrytëzojmë kohën në Ramazan? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdrimi i takon vetëm Allahu xhaleshanhu, ndërsa selamet dhe salavatet janë mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Koha është një dhuratë nga Allahu dhe ajo nuk kthehet më. Në Ramazan duhet ta shfrytëzojmë kohën për gjëra të mira, për lutje, lexim, ndihmë dhe sjellje të bukur. Nuk është e mirë ta kalojmë gjithë ditën në telefon apo duke luajtur. Më mirë të lexojmë diçka të dobishme si Kurani, të ndihmojmë prindërit ose të bëjmë një vepër të mirë. Andaj, këshilla ime për veten time dhe për të gjithë ju është: mos u mbisni kohë. Çdo minutë e mirë në Ramazan ka shpërblim të madh tek Allahu. Ja falenderojmë dhe nësem për këtë këshill të bukur të Ramazanit. Mirupafshim në këshillën e radhës. Allah pranoftë xhirimin.